pozitive, të mendojmë pozitivisht, të mendojmë me qetësi. Sepse në fund të ditës, ne bëhemi ato që mendojmë. Me thënë, ato që ne mendojmë, ato bëhemi. Ditën e sotme do ta nis pak më me melankolizëm, do ta nis pak më me dashuri. Do të flasim për një ambient që gjithmonë i është kushtuar dashurisë. Do të flasim për një ambient që gjithmonë i është kushtuar propozimeve për fejes, propozimeve për martesë. Një ambient që ka dëgjuar shumë deklarata të forta dashurie, por edhe një ambient që ka parë shumë lot. Një ambient që ka parë zemra të thyera, një ambient që ka parë zemra të dashuruara, njerëz të ashtu quajtur me fat edhe pa fat. Që është e veçantë, e kam thënë gjithmonë, që është një